Tregohet për Imam Hanbelin rahimahullah. Një ditë prej ditëve istikfari rrezik bereqetsen, istikfari e sjell edhe duan të bëhet kabul. Ai që zban istikfar, Allah nuk ta pranon duan. Imam Hanbeli një ditë prej ditëve po niset për një rrugë të gjatë. Imam i njohur, po jo me fytyrë, imam me emën. S'ka pas internet atëherë me këshir? Po hes një kohë të gjatë, edhe koha ftoft, edhe po hin me një sëngjen strahim. E gjen një mesxhit të vogël, e futet në mesxhit ftoft i madh. E ai që ka qenë përgjegjës i xhamisë, i thot dip i xhamisë. Është shumë interesant, nuk ka thonë, unë jam Imam Hanbeli, mua në mestu me thonë, unë jam filani, po ka thonë, a ka be mundësi thë se shumë ftoft, po jam udhëtar e dëbaj konak sante në xhami. Jam jabanxhi. E detyron edhe e nxerr pi xhamisë. Kur del pi xhamisë ku miner në hayat, nalet me një ras aty të gurit, edhe vjen po ftoft i madh, shkon edhe lut edhe një herë. Edhe nuk ka mundësi. Edhe për zytë të edhe pi aty të largon. Njëri egër. Vazhdon në për atë fshatin apo në atë vendi ku ka qenë, edhe së në gjenë kërkun e gjenë një gjigj gac, e shef një zjarë dikun, kur shon një furagji. Furagjia, jo furë të madhe, furë të vogël. Thot, a je udhëtar vëlla, thot, bujrën në konak të baj. E shtinin mrena me një qash, s'ki zhven, për 2 vetë me nëzi, vetë, e zon ke brumin, e pje ke bukën, edhe e shit ke musliman. Ja bani një vend me pushu Imam Hanbelit, edhe por rinjë kohë, mirë po ky njeriu në rregullisht buk pjekësi, pi ban konak po thot estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. E ze bukën estagfirullah. E shtin zjarm, e kujton zjarmin e xhehenemit ai. Thot estagfirullah. I bjen në vesh Imam Hanbeli, thot, o vllai jam të të vërejt gjithë natën, thot, ke thonë estagfirullah. Çka është halli ja? Çfarë derti ki që thua estagfirullah? Thot, e falendroj Allahun se e kam obligim me kërku falje prej Zotit. E dyta e shoh zjarmin e xhehenemit këtu. Komparacion, zjarrin e dynjas realisht. Po, e ban komparacion. Thot, edhe kërkoj falje prej Zotit. E treta, thot, unë e baj istikfar. Kjo është me qëllim. Qëllimi kryesor që kjo. Ndëgjon. Thot, e treta, unë nuk nalem kur du baj istikfar Allahut. Thot se Allahi kur duat nuk do të çdo dua që e kam bërë për Allahun, te Allah azza wa jall, Allah i këtë duat e mia mi ka pranuar. A thot këtë duat, veç një dua s'ma ka bërë, Allah i ka bërë. Thot cila është ajo dua që Allah i s'ta ka bërë kabul? Thot duajën që s'ma ka bërë kabul është një alim i madh, një muhaddith i madh, Imam Hanbelin se kam taku asnjëherë. E kam lut Allahun të ma bën nasib, takohem me të. Thot Allahu ta ka bë kabul, edhe këtë, për shkak të istikfarit. Thot unë jam Imam Hanbeli. Kush e nxjerri pi xhamisë Imam Hanbelin? Kush e nxjerri pi hajatin Imam Hanbelin? Kush e çoi te furraxhia mi bosa i e çoi istikfari furraxhies. Prandaj, a dojna na më na pranu lutjet? A dojmë na shtohen të mirat në dynjaz dhe të ahiretit? A dojmë na të jemi në rahmetin e Allahut? Atëherë të shtojmë istikfar.